Shoqata për Integrim Gjinor punon prej 15 vitesh në zonën e Zellbasnarit, duke mbështetur grupet e grave vulnerabël me inpute bujqësore dhe blegtorale. Por, një alternativë tjetër që është shumë e rëndësishme për t'i mbështetur këto do t'ishte edhe mbështetja me inpute për hapjen e sipërfaqeve familjare të bimëve medicinale, pasi I krijojmë shumë kushte lehtësuese grave, duke qenë edhe më afër për t'i bërë shërbime dhe për të pas rendiment prodhim më të mirë. Kjo do të shërbej për uljen e varfërisë, punësimin e grave, rritjen e të ardhura, njëkohësisht do të ndihmojë ato që edhe produktin final ta kenë të garantuar nga kompanitë e eksportit, gjë e cila do t'i bëjë më të vetëdijshme për ta zhvilluar dhe për ta mbështetur më mirë, kur edhe koha do të jetë më favorizuese, nuk do dalin në vapën e nxehtë, nuk do dalin në shi, nuk do dalin në kohë që mund të kenë rrisje. Gjithçka do të jetë e garantuar në komoditetin e tyre të largësisë, të rritjes së prodhimit, të rendimentit, të gjithë faktorëve do të jenë goxha mbështetëse për to. Presojmë që ky projekt të jetë I pranuar ose të jetë vërtet I vlerësuar, sepse është një projekt konkret, është një projekt përfshirës, se ky projekt nuk do përfshirë. Ne mbledhemi në çdo mëngjes, gjithë si kemi një dhe zonja, edhe nisemi në mal, ku bëm mbledhje dhe flumdë, duke se kemi gjitha mjetet e nevojshme për ta bërë këtë, me raste edhe mund ta shkruajmë me kështu gabim, por që nëse do të kishim më afër shtëpisë, apo do të kishim më shumë për familjen tona, për fëmijët tanë, edhe do ishim më pak të lodhur, se sa të ngjitemi në mal dhe të bëjmë mbledhjen e saj. Ja, në mal ka një rrezik mjaft të madh, pasi rruga është shumë e vështirë, temperaturat janë shumë të larta, ka shumë gjarbrim, kafshë të ndryshme dhe është shumë e vështirë. Prandaj nëse do të kishim një sipërfaqe afër shtëpive tona për ta mbjellë pjesën për të, do ishte më mirë për neve dhe më e mirë. Ai do ishim shumë të kënaqur nëse do kishim një mbështetje për këtë gjë, edhe ishim më shumë mundësi, sepse këtë shohin si një burim të ardhuras për ne, pasi nuk kemi